me tjetrin dhe si janë rivalitetin mes njëri tjetrit, kjo është normale dhe një gjendje të luftet të tillë kjo mund ta quajmë normale, edhe mund të ketë, por nuk jemi të sigurt që me të vërtetë ka. Nëse e shohim për rancimet e Trumpit, po ka një boshluk domethënë për vendimmarrje, por nëse e shohim nga ana e Iranit, e cila me të vërtetë domethënë për mbikëndresën e vet, për mbijetesën e vet ka arritur deri në këtë gjendje, pra është bombarduar, po thua është shkatëruar shumë, por gjithsesi e ka forcën e rezistencës. Kjo tregon që këta janë më shumë propagandë e Amerikës se sa e Iranit, por gjithsesi nuk duhet minjanuar domethënë edhe rivalitetin mes gardës revolucionare islamike të Iranit, po ashtu edhe krahut politik diplomatik siç është Arakçia, siç është Pezeshkiani. Në të gjitha janë të mundshme atje, domethënë mbi të gjitha janë të mundshme, por gjithsesi nuk duket sepse ato e kanë ditur që do vinë një luftë, domethënë e tillë, dhe për atë edhe vetë sistemin e vendimmarrjes, por edhe sistemin e luftës, edhe të luftimit, edhe të bombardimit, por edhe të mbrojtjes e kanë darë në një sistem mozaik i cili me të vërtetë është shumë i panjohur mirë për publikun, por ashtu edhe për universitetet, për akademiket, por generalet e ushtrisë e kuptojnë më mirë, por për civilet domethënë është një sistem krejt tjetër i cili neve mund të na duket totalisht ka një përçarje në vendimmarrje apo ka edhe rivalitet të madh i cili domethënë thuhet domethënë për Iranin që pjesa revolucionare me patjetër nuk don paqe, kurse pjesa civile, pra politika civile, Arakçia dhe Pezeshkiani kërkojnë paqe. Këtu lënë shumë për të dëshiruar, por këtu mund të shtojmë edhe vetë institucionalizimin e shtetit të Iranit, i cili bëhet fjalë për mijëra viteve dhe jo për dekadash. Këtu na le të dyshojmë, pra edhe ato që thot Trumpi na le të dyshojmë, por normalisht që nuk mund të themi që jemi të sigurt në ato çfarë prononcimesh bëhet nga Irani. Pra kemi një kohë që është cila është e vranë, domethënë presim a ka shi apo s'ka shi, kjo është tjetër, por deri më tani në vetë epiqendrën e vet, pra dhe në vetë prancimet e vet dhe në veprimet në fushë, qoftë në fushën diplomacisë apo në të luftës, deri më tash duket që Irani nuk ka pas një boshllëk apo një keq, domethënë një rivalitet sa që njëna anë me qenë ashtu të tjetra, se në fund të fundit është një shtet i cili është sulmuar dhe nuk i ka hapur ky lufta në fillim, pa atij është hapur lufta. Dhe nga ky aspekt me pa nga ana gjeostrategjike edhe mund të ketë domethënë ashtu, por duhet kuptuar që Irani është një vend që ditë lozi shumë mirë shah, por se sa e ka forcën për mbikëndresë, kjo normalisht që do ta shohim në ditët, në muajt dhe në vitet në vazhdim. A është duke përdorur Rusia sokol të gjitha situata shumë për të rritur peshën e saj globale, dhe nga ana tjetër sa i fortë është realisht dhe koordinimi tashmë që ka Rusia me Teheranin në këto momente? Koordinimi Moskë-Teheran le për të dëshiruar e para, kurse edhe pyetja e parë që me të vërtetë apo e shton influencën e saj në vend, në shumë vende të botës Rusia, kjo sipas me apo mendimi im është që kjo është totalisht e kundërta, sepse Rusia në çdo vend domethënë ka humbur, ku edhe vendet kryesore që ka pas ishte Republika dhe Bashkimi Sovjetik kanë hyrë tashmë totalisht në ndikimin amerikan, pa që nga Kazakistani, Turkmenistani, të gjitha ato shtete që i ka qenë pamundur që ata të kalojnë në krahun e Amerikës, por tashmë janë marrë të gjitha. Po ashtu nëse e shohim edhe Amerikën Jugore, që nga Maduro apo edhe Kuba e sotshme, që të gjithë flasin që nuk kanë drita, nuk kanë ujë, nuk kanë benzinë, nuk kanë gaz. Në Kuba këto kanë qenë në influencën totalisht të Moskës dhe të Moskës dhe të Pekinit, në fakt jo të tjerë të Moskës, dhe tashmë ata kanë kaluar në duart e tjera. Kështu që në lojën e diplomacisë normalisht që çdo gjë bëhet e mundur ose mund të jetë e mundur, por duke parë realitetin dhe vetë shkakun që Rusia është në një luftë që për 4 vite e gjysmë mund gati. Kjo le shumë të përditshura, cila po përfiton nga rasti Rusia, Moska dhe vetë zoti Putin që të jetë influencuar, sepse dihet vetë edhe investimet miliarda dollar apo euro të Rusisë dhe sidomos të Putinit në të 2 dekadat e fundit që ka bërë në rajon, pra jo vetëm në Iran, por edhe në Siri, në vendet e tjera ku të gjitha ato kanë kaluar me kuptimin e mirë të fjalës, në prononcin dhe në influencën e Amerikës, dhe me sa thuhet në Iran, Moska ka fituar disa para, pra miliona apo miliarda euro për shkak të mbylljes së ngushtisë së Hormuzit, por në fakt duket se edhe këtë ne e zmallojmë, sepse
në fund të fundit çdo lloj luftet përsëri nuk I myllin të gjitha kanalet për të bllokuar gjithë botën dhe kjo është vetëm një sistem I cili drejtohet nga Amerika, e cila kur mbyll njëra anë, domethënë ka lënë anë tjetër, por edhe ato dollar dhe euro që fiton Rusia, që ka fituar Rusia të paktën 50 sa ditet e fundit, gati 2 muajt e fundit për shkak të luftës ndërhyrjes së Amerikës dhe Izraelit në Iran. Kjo nuk besoj që Rusisi ka dhënë një dorë për të qenë dominuese qoftë edhe në Iran apo për të dhënë një sukses më të fortë në Ukrainë. Sokol, nga ana tjetër, si po interpretohet e gjitha kjo pra nga ana e Shtetet Bashkuara të Amerikës, pra situata aktuale në raport me Iranin dhe Rusin, pra jemi në një fazë ku tashmë Washingtoni po reagon ndaj të gjitha këtyre zhvillimeve, apo nga ana tjetër po drejtohen të gjitha këto në mënyrë aktive? Tashmë janë të dyja, me një radhë të parë duhet parë vetë administrata e Trumpit, duhet parë edhe vetë politikat e mbrëmshme të Amerikës, të cilet propaganda është shumë e rëndësishme sepse të gjitha I armatim, të gjitha ata ushtarë, të gjitha ato anije, municione, aviona, helikopterë që kanë ndarë në zonë, kemi pas folur edhe më përpara së bashku që këto nuk janë thjesht vetëm për Iranin, sepse Irani është shumë I vogël për të gjitha këto municione, por janë për të marrë edhe më shumë nën kontroll qoftë Kinën, por qoftë edhe Rusin, ku të paktën deri më tani po, por me pa nga ana e sistemit amerikan, në fakt duhet kuptuar pak edhe më ndryshe, sepse aty ka dhe problemet e mbrëmshme të veta, po ashtu siç dihet kur erdhi Trumpi ndryshoi edhe ministrinë e mbrojtjes, pra që në të gjithë botën, në të gjitha shtetet e botës quhet Ministria e Mbrojtjes, kurse ai e bëri Ministrinë e Luftës, pra do të hidhet, do të dëgohet në sulm për Amerika dhe kjo u priste nga Trumpi, edhe pse ai mori votën nga votuesi amerikan për paqe, do të jetë një paqe bërë 7 paqe të tjera, gjithsesi ndrimi I emrit të ministrisë, pra ne na ka kthyer mrapa në luftën e dytë botërore, ku ashtu emëroshin disa shtete ministritë e mbrojtjes, pra ministritë e luftës dhe në këtë aspekt Amerika duhet të luajë edhe me propagandën normalisht, duke parë edhe forcën e medias, të media sociale dhe të gjitha që janë po të thuash më shumë se 70% I përkasin Amerikës dhe biznesmenëve të Amerikës, propaganda e tyre mundohet që të konsolidojë edhe vetë popullin amerikan, por nëse I shohim të gjitha sondazhet që bëhen domethënë në Amerikë, me të vërtetë që tashmë nuk ka shumë përkrahje Trumpi, por gjithsesi duhet të kuptuar që Trumpi është një biznesmen shumë I zotë I cili edhe të keqin dita kthej për të mirë, por në raport mes Rusisë dhe Amerikës, jo sepse Amerikës mendoj unë që I konvenojnë që Rusia të harxojë sa më shumë energjinë e saj që paktën me dekada më radhë mos ta rikuperojë veten që të jetë rivali I Amerikës. Ndërkaj, Sokol, në çfarë mase paqërtësia e gjithë situatës së brendshme në Iran pra ndikon në gjitha kalkulimet strategjike amerikane pra për negociata apo për shkallëzim dhe nga ana tjetër se I përket negociatave mes të dyja vendeve, si e shet gjithë rolin e Pakistanit këtu? Roli I Pakistanit ka qenë shumë I rëndësishëm, I cili nuk ishte në fjalë, nuk ishte në tavolinë, as emri nuk është ju dëgjonte shumë, domethënë vetëm thjesht në këtë luftë në 40 ditore, pra që 2 muajt e fundit, por edhe në Gazë dhe në ashtu, por është I rëndësishëm edhe më shumë I rëndësishëm besoj që është për Teheranin, e cila ishte Omani, ishte Katari, ishin ato vendet e tjera të cilat nuk I sollen asnjë dobi Iranit për këtë punë, kurse Pakistani edhe pse ende nuk kemi domethënë një paqe, nuk kemi një ashtu, por lodhja e Pakistanit, ajo që bëri Pakistani për të ulur në tavolinë dhe që po vazhdon ta mbajë këtë qendrim dhe po lodhet ende në këtë detyrë, kjo tregon që Irani e ka një besueshmëri, sa do të pak ndoshta ajo 100%, por sa do të pak e ka një besueshmëri në Islamabad, I cili sipas strategjistëve dhe sipas ish ushtarakëve në përbot, domethënë që flasin dhe shkruajnë shkrime të rëndësishme, ata thonë që Irani ka një besueshmëri tek Islamabadi për arsye sepse është një forcë në thojza muslimane, por është edhe një forcë bërthamore, pra nukleare, e cila mund të jetë ajo që Irani kërkon, pra që kërkon garanci që mos ta sulmojë kush më artet, dhe këtë mund ta bëjë vetëm një forcë nukleare, por nuk mund ta bëjë as Egypti, as Turqia, as dikush tjetër, por një forcë nukleare e cila është vetëm një forcë që me shumicën e popullsisë është muslimane, nëse e shohim nga ana teologjike, por edhe nga ana strategjike, marrëdhëniet
Islamabad Taheran kanë qenë të rëndësishme, edhe pse nga njëherë ka pas ndoshta edhe mosmarrveshje, por në përgjithësi kanë qenë të rëndësishme. Kurse në aspektin tjetër, nëse shohim edhe vendet tjera pse nuk arritën vendet e tjera të jenë në vend të Islamabadit, është forca e tyre, ku sipas Iranit po të thuash të gjitha janë vende pro-amerikane, pra të gjithë vendet e Gjiprësit, po ashtu edhe Egjipti, po ashtu edhe Turqia, se automatikisht është edhe anëtare e NATO-s. Ndërkaj, Sokol, kur flasim për mundësinë e një marrëveshje se i përket programit bërthamor iranian, sa reale është teknikisht, por nga ana tjetër dhe politikisht, pra verifikimi i një procesi të tillë në Tiranë? Kjo është shumë për të dëshiruar, dhe sidomos ku bëhet fjalë për Iranin, që në fakt ne e quajmë nëpër media që kanë filluar me regjimin islamik të Iranit, por pasurimi i nukleare dhe dëshira e Iranit për të bërë një superfuqi bërthamore, në fakt ka qenë që në kohën e shahut të tyre, dhe i cili ka qenë dhe program amerikan në atë kohë, ku bëhet fjalë që u sponsorizoshin nga Amerika, i investoshin nga Amerika për kundra për kundra Bashkimit Sovjetik të asaj kohe, por me ndryshimin e kohërave normalisht që shumë gjëra kanë ndryshuar dhe është bërë si ai gogoli i keq ashtu. Irani gjoja me nukleare, por duhet të shohim që edhe rivalet e Iranit që janë në Iran, pra sidomos Izraeli ka, dhe kjo pavarësisht se zyrtarisht nuk e kemi se sa ka, si ka qysh ka, por ka domethënë armë bërthamore. Dhe kështu që Irani a mund të heqë dorë nga ajo që ka bërë, domethënë që bëhet fjalë për 650 diku në 400 kilogram uranium të pasuruar, pra që është shumë afër për të bërë armë bërthamore. Këtë nuk e dim, normalisht nuk e dim, vetëm thjesht ato raporte që janë dhënë para 2 viteve, të cilat Irani ka këtë, por se çfarë ka bërë Irani, sa ka bërë Irani, jo, dhe a mund të heqë Irani dorë, a mund të tërhiqet Irani nga ky program i saj, kjo është shumë për të dëshiruar, dhe sidomos ne kthehemi vetëm vitin e fundit, pra vetëm për 12 muaj Irani është sulmuar 2 herë nga Izraeli dhe nga Amerika, e cila mund të jetë vetëm gjë që Irani mund të krijojë vetbesimin tek vetja që nuk mund ta sulmojë dikush me anë të armën, e vetëm gjë është arma bërthamore, por edhe kjo është vija kuqe për Amerikën, por edhe kjo është edhe vija kuqe për ashtu. Dhe nëse shohim propozimet që i ka çuar Irani ditën e djeshme Amerikës, që okay, hajde të ulemi pra të bisedojmë, të hapim ngushtisin e Hormuzit dhe të bëjmë diçka, kurse programin nuklear e lam gjatë kohës dhe të flasim edhe atë, por tani të bëjmë një paqe. Dhe kështu dhe vetë Trumpi direkt pas propozimi që i ka bërë Irani, ka thënë që jo, kjo është e papranueshme për ne. Pra, edhe Irani domethënë ka vite kuqe pasurimin e uraniumit, pra për bomba nukleare, po ashtu edhe Amerika ka, por kush do të jetë më i forti, pra Irani do të ketë forcën të biqendrojë dhe Amerika do të ketë forcën për sulm. Këtë do ta shohim në vim, por nuk duket domethënë që do të kemi një paqe të qëndrueshme. Ndoshta mund të jetë një pauzë, ndoshta mund të jetë një ngadalësim apo një ftohje e luftës që njëri gjyti tjetri bën tjetri, por një paqe të qëndrueshme që të kemi për pak 2-3 dekada që do të themi po arrit një paqe, nuk duket kurkun në horizont, për shkak të dyja anët, pra qoftë Amerika dhe Irani kanë kërkesat jashtëmase të larta, të cilat janë të papranueshme për të dy anët, po këtu nëse fusim edhe faktorin e Izraelit, i cili kërkon domethënë vetëm destabilizim, luftëra dhe gjakra në rajon, kjo automatikisht na tregon që nuk kemi një paqe të qëndrueshme për kohë të gjatë në të gjitha rajonet, vetëm thjesht mes Iranit dhe Izraelit. Por sa qëndrueshme mund të jetë Sokol çdo marrëveshje e mundshme pra në kushtet aktuale tashmë të cilat ndodhen në vendet, pra edhe besimi i ulët që ka midis aktorëve kryesor? Jo, nuk e shoh në asnjë mënyrë që të kemi një paqe të qëndrueshme atje, dhe kjo duket e pamundur për shkak se siç e thash edhe pak më parë, pra kemi 3 aktorë dhe 3 faktorë të cilët me të vërtetë nuk kanë besueshmërinë tek njëri tjetri. E para e dyta, Irani thotë që mund më kanë hangër besë 2 herë që isha në tavolinën e bisedimeve në diplomaci, pra duke firmosur dhe duke bërë pazarllekun të dy së bashku për me dashurimërinë e të dyve, ju më sulmuat më, kështu që nuk ka besim, kjo domethënë është e sigurt të dy anët, por duhet parë pak edhe nga Amerika, e cila Amerika deri më tani faktin që kur ka krijuar NATO-n dhe deri në sotme, atë çfarë ka dashur ja ka arritur, domethënë ja ka arritur diku me faturë, një faturë të madhe, diku me faturë më të vogël, diku me faturë mega të madhe, por ka arritur qëllimet e saj në një formë apo në forma
të tjera. Pra ja arriti ta shpartalloj totalisht botën ish komunizmi gjatë asaj kohe. Po ashtu edhe revolucione, pranvera, të tjera në shumë vende të botës ja ka arritur ta bëjë domethënë të gjitha çfarë ka dashur, dikun ka pagu faturë të blarë, dikun s'ka paguar, por në përgjithësi qëllimi amerikan është për të bërë forcë e vetme hegemone në botë dhe këtë me çdo lloj faturet ajo është një gjendje ta paguajë që ta arrijë atë. Dhe këtu Irani sa do të jetë i fortë, domethënë që të jetë kundra Amerikës i vetëm, sepse dihet domethënë që teknologjia ruse dhe kineze nuk ja dhanë atë forcën, pra domethënë sistemi mbrojtjes ajrore në Iran është zero. Pra ishte gjithë teknologjia ruse dhe gjithë teknologjia kineze, pra ata që janë kundër Amerikës, kështu që Amerikën po e çon drejt asaj që shkon vetë, por normalisht që dikun pagua, por në njëjtën kohë unë besoj që Irani e ka logjikën e saj e cila do ta arrisë një lloj paqe, po jo paqe të qëndrueshme, këtu nuk bëhet fjalë për një paqe të qëndrueshme, sepse kemi edhe faktorin e Izraelit, prapë siç e thashë pak më parë, e cila u bë paqja në Gaza, po ende vriten njerëz, u bë armpushimi dhe u bën marrëveshja në Washington, i cili po vazhdon të bisedohet përsëri për Liban, ende vazhdojnë bombardimet e ditën e sotshme, ku mbrëm kanë vdekur mbi 6 vet nga bombardimet e Izraelit. Po ashtu nëse shohim edhe sidomos për 2-3 ditë e fundit që Izraeli po përgatitet për zgjedhjet e ardhme, pra edhe vetë qeverinë e Benjamin Netanyahu në koalicion e tij, po edhe koalicione opozitare që tashmë janë bashkuar, nuk na tregojnë që do të kemi një pozitivitet, pra një ndryshim të politikave të Tel Avivit, pra kemi të njëjtën gjë, vetëm se mund të ndryshojnë emrat, e cila kjo në rajon tregon që nuk bëhet fjalë që të kemi një paqe të qëndrueshme, qoftë në Gaza, Liban, Iran apo në të gjithë rajonin. E qartë. Mirë, Sokole, mbyllim me atë që ka ndodhi në shtëpinë e Bardhë, pra ku pati të shtonë një atentat ndaj presidentit të SBA-s Donald Trump. Si e ke parë gjithë këtë? Po kjo ka qenë, normalisht që nuk jam ekspert i sigurisë, por ka qelluar shumë herë të jem me presidenta të rëndësishëm të botës dhe mund të thuhet në mënyra të ndryshme, çdo kush jep mendimin e vet, por këtë do ta shohim pak edhe për politikë të mbrëmshme amerikane për të drejtuar, për të ndryshuar opinionin aty, sepse në atë vend atje nuk është të bëhen për herë të parë mbledhje të tjera dhe të dalë një person ashtu plus kësaj, pastaj thuhet pse u kap GD Vance përpara, pra u largua nga vendi dhe jo presidenti, ku presidenti është ai ka çdo gjë atje, domethënë këto besoj që janë për të ndryshuar aktualitetin, sepse dhe bodyguardat dhe mbrojtja e Amerikës për lideret e tyre, jo thjesht domethënë shumë afër Washingtonit, por edhe kudo në botë dihet domethënë nga e gjithë llojet e burimeve sekrete, po ashtu edhe nga çdo lloj policie dihet se sa forcë dhe sa përgatitje kanë ata, ku një gjë e tillë është duket e pamundshme, por kjo besoj që ka qenë ndoshta një boshllëk i cili ai personi që bëhet fjalë e ka shfrytzuar, se normalisht në fund të fundit qenia njerëzore dikun edhe le boshllëqet e veta, por gjithsesi kjo do të përdoret, besoj unë që do të përdoret nga Trumpi për zgjedhjet e ardhshme në ashtu dhe tashmë siç e përdor edhe herën e parë, por nga që nuk ka as viktima as plagose, kjo është një gjë e mirë të paktën, por besoj që edhe vetë administrata e Trumpit këtu do të ketë edhe shumë më kujdes në aspektin e asaj çfarë bën dhe çfarë bën dhe çfarë thotë, dhe jo vendollet, sepse vendolja sigurimi amerikan nuk besoj që le për të dyshuar në asaj, por mund të jetë edhe politikat e mbrëmshme, media amerikane thotë krejtdyshme, pra në politikat e tyre, në mediat e tyre të mbrëmshme, të cilat nuk është se flitet shumë edhe nëpër botë, por me atë sa shohim ne nga këtu, ka qenë një atentat i cili ka qenë i planifikuar, por të mos të dinë se këtë